Disa prej përfaqësuesve të partive opozitare në qytetin e Vlorës janë përbashkë të mërkurë në një takim për të krijuar frontin opozitar të Vlorës. Një takim ky thirrur nga Aurel Bylykbashi, drejtuesi politik i Partisë Demokratike Vlorë. Bylykbashi në fjalën e tij thotë se qëllimi i këtij takimi është të bëjë bashkë partitë politike në një opozitë më të fortë përballë Partisë Socialiste. Sipas Bylykbashit, kjo është një lëvizje që fillon nga Vlora me qëllim që të shtrihet edhe drejt qendrës. Bylykbashi thotë se fronti opozitar duhet merret me politikën lokale për të denoncuar problematikat që ka qyteti apo shkeljet e pushtetit. Partia Demokratike është e vendosur jo vetëm të rezistojë, por të përballet dhe të bëjë çdo përpjekje, edhe për te njerëzores, për ta ndryshuar situatën e sotme në Vlorë dhe në Shqipëri. Por në konceptin ton, kjo kërkon bashkimin e çdo qelize opozitare me rilindjen dhe mbi të gjitha kontributin jo vetëm të këtyre forcave politike që sot janë pranishëm në këtë tryezë, por dhe kontributin e çdo intelektuali, të çdo të riu dhe çdo qytetari vlonjat dhe të Shqipërisë. Partia Demokratike në Vlorë është e vendosur të luftojë. Të luftojë jo për pushtetin e nesër, po për të ndryshuar me çdo çmim situatën e sotshme. Prandaj jemi sot këtu, për të krijuar frontin opozitar për Vlorën. Dhe ky front, në konceptin ton, do të bashkojë jo vetëm të gjitha ato forca politike në opozitë me qeverinë, por do të bashkojë çdo individ, çdo muskull, çdo fije për të bërë një betejë ballore dhe të drejtë për drejtë me rilindjen në këtë qytet. Fronti që duam të krijojmë dhe që ka ekzistuar dhe më parë, do të jetë i hapur për cilën do forcë politike dhe për çdo individ që kërkon të na bashkohet ne. Ne si opozitë e kemi, në konceptin tim e kemi shumë të thjeshtë suksesi. Dhe unë do të përcaktoj 3 shina ku unë gjykoj që ne duhet të ecim. E para, të jemi serioz me qytetarët dhe me njerëzit. E dyta, të mos shitemi. Dhe e treta, të punojmë për fitoren. Dhe dua t'i shtjelloj secilën nga këto. Ne duhet t'u flasim njerëzve hapur, t'u qasemi atyre me modesti, me përulje, me njerëzillëk, dhe t'i zgjojmë nga hallet e përditshme ku ata kanë rënë, duke i bërë koshient që në Vlorë dhe në Shqipëri duhet ndryshim. T'u paraqesim atyre një program që t'jetë i përfitshëm nga ta në zgjedhjet e ardhshme vendore që kemi. E dyta, të mos shitemi. A ka secili nga ne nga një çmim? Sigurisht që e ka. Të gjithë ne e kemi nga një çmim. Por ne duhet t'u tregojmë qytetarëve të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë që ne nuk kemi çmim që mund të shitemi. Sepse e konsiderojmë këtë që po bëjmë si një mision për Vlorën dhe për Shqipërinë. Dhe e treta, të nderuar miq, të nderuar këshilltar, të nderuar drejtues të forcave opozitare, ne na duhet punojmë. Pa punë ne nuk mund të kemi asnjëherë sukses. Dhe punë do të thotë të qëndrojmë pranë njerëzve dhe problemeve të tyre. Këtu në Vlorë ju keni krijuar një model se si bëhet opozitë. Dhe për këtë jeni bërë një shembull në gjithë Shqipërinë për betejën epike që bënin Këshillin Bashkiak. Të nderuar të pranishëm, si përfaqësues i Partisë Demokratike, meqense ky është takimi i parë në kohë jo fushate, dëshiroj të ritheksoj edhe një herë që ne do të jemi të hapur për çfarëdo lloj bashkëpunimi jo vetëm me këtë tryezë, por jemi të hapur për cilën do forcë tjetër politike që do të na bashkohet në këtë front opozitar për Vlorën. Përfaqësuesit e partive politike opozitare, Gjergj Nika, Liri Dema, Besmir Brahimi, Ridvan Mersini, Geron Gumbardi në fjalën e tyre e kanë vendosur theksin te disa prej pikave të marrëveshjes së bashkëpunimit që secila prej partive duhet të zbatojë. Sipas tyre, denoncimet e opozitës duhet të jenë edhe publike, por edhe me padi penale, qoftë edhe në SPAK. Ata thanë se opozita në Vlorë duhet të nisë përgatitjet për fushatën elektorale të vitit 2027 dhe duhet të dalë me një kandidat serioz, i cili duhet të përfaqësojë të gjitha partitë politike opozitare. Unë mendoj që ka ardhur momenti që të jemi të gjithë bashkë. Mendoj që një front i përbashkët opozitar do të na nxirrte ne fitues në një bashki siç është Bashkia e Vlorës. Jam shumë i njohur se pjesës së opozitës që bëhet në Këshill Bashkiak nga gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak që përfaqëson opozitën, do të kenë të Partia Demokratike një derë të hapur ku gjithë secili të vit jap kontributin e tij. Sigurisht do të jetë hapi jon i parë siç filluam sot, por dhe jo vetëm. Në Partinë Demokratike në degën e Vlorës ka filluar një punë e cila intensifikohet me punën në terren, me pjesën mediatike,
me angazhimet në të gjitha format dhe mënyrat. Ne përpiqemi, por kemi nevojë për gjithë ju. Nëse mendojmë veten opozitar në këtë qytet kaq të vështirë, duhet jemi të gjithë bashkë. Ne e dim shumë mirë se sa pushtet ka Partia Socialiste në këtë qytet. Ndoshta nuk kemi ditur ta bëjmë mirë rolin e opozitarit, por duhet punojmë më shumë, duhet jemi bashkë. Sigurisht që do të ishte shumë e mirë, një pikë strategjike e këtij takimi të sotëm që ne dalim me një kandidat qytetar, me një kandidat të mirë cilësor si Opozitë e Bashkuar, dhe ku gjithë secili prej forcave tuaja politike të ketë përfaqësinë e vet në Këshillin Bashkiak. Unë mendoj që fronti opozitar e ka filluar zanafillën e vet në Këshillin Bashkiak, ku të gjitha partitë opozitare janë bërë bashkë për të bërë më të mirën për qytetin, për të dhënë maksimumin për të, gjithashtu edhe për të treguar qytetarëve që me të vërtet Partia Demokratike ka vlera, pavarësisht peripecive që mund të ketë kaluar në vitet e fundit apo divergjencave apo qefmbetjeve që mund ketë pasur. Duhet që me gjithë partitë aleate ose me gjithë partitë e frontit opozitar, Partia Demokratike, unë edhe nga eksperienca pasi kam shumë vite në Partinë Demokratike, duhet jemi fair deri në momentin e fundit. Flasim deri në momentin që në zgjedhjet këtë e kam më shumë për partitë aleate, deri në momentin kur të vinë zgjedhjet e 2027-t, gjithsecila partia aleate të respektohet dhe të jepet vendin që meriton, sepse vetëm duke qenë fair dhe duke qenë korrekt me partnerët tanë aleat, vetëm atëherë mund të shkojmë para. Sepse gjithmonë në momentin e fundit kemi gabuar, e cila nuk na e shpërkthyer në votë. E pam shumë bukur, kur nuk u bashkuam dhe u përçam se sa arritëm në përfundim. Kjo është thirrje vllazërore sot kjo mund bëhet për çdo shqiptar, dhe jo më tepër për ata që ne i kemi pjesë tonën. Sot ka ardhur koha që të zgjasim dorën, të bashkohemi që të arrijmë suksese në të ardhmen. Në qoftë se nuk u tregojmë qytetarëve të Vlorës si po u vidhen taksat, si po u vidhen pronat, si po u vidhen, këtu fillon opozita. Pastaj të vëmë te kutia e votimit dhe mos të përsërisim më gabimet e nëntorit që nuk u pyet asnjëri dhe vut një kandidat të majt të përfaqësonte Partinë Demokratike. Prandaj të gjithë bashkë të nxjerrim kandidatin, të rreshtohemi, të punojmë për zgjedhjet e 2027-s. Jo vetëm thjesht kundërshtimi i qeverisë, por edhe ide konkrete për ekonominë, për turizmin. Konkretisht e kam për Vlorën këtë. Që çfarë duhet bërë, nuk siç tha mirë tha dhe shoku që jo gjithmonë flasim për Durrësin, për Tiranën, por konkretisht për Vlorën çfarë duhet bërë. Mendoj që kjo është tyrës dhe rrumbullake dhe këtu jemi të gjithë barabartë. Dhe mendoj që këto të jenë më periodike këto takimet, këto të jenë më periodike që të kemi disa të dalim me pikat konkrete. E ta mbyll me atë që thanë dhe kolegët, ne kemi dhënë provat që kur bëhet gjithë opozita bashkë bëhet një forcë shumë e pandashme. Dhe qytetarët kanë nevojë për këtë forcë më shumë se kurrë. Pritet shihet me mjaft interes se sa kjo lëvizje do të jetë e suksesshme. Ftesë ka patur edhe për partinë Mundësia dhe Shqipëria bëhet, por deri më tani kjo ftesë është refuzuar.